Projekt buxheti 2026 parashikon 2.89 miliard lek për garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit me një rritje prej 12.1% krahasuar me vitin 2025. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla përmes një postimi në rrjetet sociale vuri në dukje se ky financim synon forcimin e kapaciteteve laboratorike në garantimin e produkteve të sigurta dhe në përmirësimin e standardeve të tregut ushqimor. Më herë gjatë paraqitjes së projekt buxheti 2026, Ministri Salla ishte shprehur se forcimi i sigurisë ushqimore mbetet një ndër prioritetet kryesore të qeverisë në funksion të përmbushjes së standardeve kombëtare dhe atyre të Bashkimit Evropian. Projekt buxheti 2026 do të investojë në infrastrukturën laboratorike dhe në më shumë analiza të akredituara për të garantuar siguri më të lartë ushqimore dhe produkte që ofrohen standardeve të Bashkimit Evropian. Projekt buxheti për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural adreson po ashtu edhe 1.8 miliard lek fond pagash drejt 1.5 miliard lekëve që ishte projekt buxheti i vitit 2025 ose 13% më shumë se një vit më parë, ndërsa investimet e brendshme rriten nga 200 milion lekë në 360 milion lekë ose 80% më shumë se viti 2025.